Kushto që pretendon që emri Urosh Shavas është serbisht, e ka gabim. Nuk është emri, ky është emër komplet tjetër. Do thot Ferizaj Urosh Shavas, do thotë edicionin për një Ferizaj pa Urosh Shavas do ta nisim me 18 korrekt 2026 nga ora 12, duke filluar nga ora 12 në sheshin e qytetit, aty ku e kam titulluar më herët kombinimi i lirisë, ta kemi as në dokumente, as në harta, as në shenja, as kund fare, po të mbetë vetëm Ferizaj në të gjitha gjuhët zyrtare. Ferizaj, sikur janë edhe qytetet tjera. Iniciativë këtë nismë për heqjen e emrit Urosh Shavas e kanë mbështet të gjitha subjektet politike dhe institucionet relevante të Ferizaj, për çka i falenderoj dhe janë vënë në dispozicion të realizimit të këtij zëri për ta hequr emrin Urosh Shavas nga Ferizaj, për ta hequr një simbol të poshtuesit sër. E përsëris, emri Urosh Shavas nuk ka të bëj asgjë me historinë e qytetit tonë, historinë mbi 150 vjeçare. Përshëndetje miq, një update apo përditësim për projektin tim tashmë të njohur për një Ferizaj pa Urosh Shavas. Në këtë ditë, sot është 2 korrekt 2026, dua ta bëj jap edhe njoftimin se kur do të fillojmë me peticion, do të thotë me mbledhjen e nënshkrimeve për heqjen e emrit Urosh Shavas nga Ferizaj. Sot është 2 korrekt 2026, që është njëkohësisht 36 vjetori i deklaratës kushtetuese të 2 korrikut, pra një datë shumë e rëndësishme, e cila ka të bëjë me fillimin e shtetësisë së Kosovës. Njëkohësisht dua të jap njoftimin se edhe dita e fillimit të peticionit do të bëhet në një datë të shënuar të historisë më të re të Ferizajt. Për njoftimin tuaj, peticionin për një Ferizaj pa Urosh Shavas do ta nisim me 18 korrekt 2026 nga ora 12, duke filluar nga ora 12 në sheshin e qytetit, aty ku e kam titulluar më herët kombinimi i lirisë, do thotë tek ku i mësumin apo me peticionet, duke i mbledhur edhe më herët. Ne do të fillojmë peticionin në mënyrë ceremoniale, kam biseduar me gjithë, unë i falenderoj gjitha subjektet dhe strukturat komunale për mbështetjen që i kanë dhënë këtij projekti të rëndësishëm për vendosjen në vend të historisë së qytetit tonë, duke filluar nga i pari qyteti, kryetari Agimaliu, edhe kryesuesi i ka dhënë mbështetje Xhavi Zariqi, subjekte politike, të gjitha subjekte politike në Ferizaj, tjera kryetaria e qendrës së LVV-s në Ferizaj, zonja Fatballa Rekaj Zogaj, pastaj kryetari i LDK-s Deka në Ferizaj, zoti Visar Azemi, njëri të sekretar organizativ i LDK-s, pastaj kryetari i AK-s Albertan Sahiti, kryetari i AK-s Ferizaj, kryetari i iniciativës shtetore Ne Mundemi Baltan Dërguti, njëkohësisht Nehat Mustafa Mali si kryetari i Degës Nisës Kosovës në Ferizaj, i ka dhënë mbështetje gjithashtu edhe të gjitha subjektet nga minoritetet Ashkali dhe minoritetet tjera pakis në Ferizaj, me të cilët edhe do të takohem edhe ditëve në vim dhe do t'i postoj, po vetëm këtu duhet të them që këtë iniciativë, këtë nismë për heqjen e emrit Urosh Shavas e kanë mbështet të gjitha subjektet politike dhe institucionet relevante të Ferizaj, për çka i falenderoj dhe janë vënë në dispozicion të realizimit të këtij projekti. Prandaj, me 18 korrekt, unë duke i mbetur zotimit tim që nga fillimi, që nga viti i kaluar kur e kam shpall këtë projekt, se unë dua që ky projekt të jetë i gjithë Ferizajasve. Se nuk është projekti një njeriu apo i një grupi, po i gjithë Ferizajasve, dhe atë ditë dua që të jetë një ditë feste, një ditë ceremonie, prandaj kemi me fillu me ceremoni, me nënshkrim në mënyrë ceremoniale, me fillimin e nënshkrimeve me 18 korrekt 2026, ku do të jetë i pranishëm
deri tash ka marrë konfirmim edhe nga kryetari i qytetit Agim Aliu, edhe nga kryetarët e subjekteve që i përmenda, pasi dua të jemi të gjithë aty që kur të fillon ky projekt me nënshkrimin të jetë gjithë përfshirës. Do thotë të gjitha subjektet politike shqiptare, edhe të komuniteteve, edhe këshilltar komunal, edhe deputetët, që t'i ftoj me këtë rast që nga kjo video, që t'jenë të panesht deputetët e Ferizaj, edhe gjithë të thot personat relevant, ish kryetarët e komunës së Ferizajt, ish kryesues, gjithë i ftoj edhe nga këtu, i ftoj gjithë qytetarët e Ferizaj në mënyrë masovike, nga 18 kriku e tutje, ta mbështesin këtë peticion me nënshkrimin e tyre dhe të tregojnë se qytetarët e Ferizajt janë një zëri, ashtu sikur të gjitha subjektet përfaqësuese të tyre, që janë një zëri për ta hequr emrin Urosh Shevac nga Ferizaj, për ta hequr një simbol të poshtuesit sër. E përsëris, emri Urosh Shevac nuk ka të bëj asgjë me historinë e qytetit tonë, historinë mbi 150 vjeçare. Para pushtimit, para vitin 1912, askush nuk përmendet emri Urosh Shevac lidhur me Ferizaj, po vetëm Ferizaj, edhe në dokumente austro-hungarizë, në çfarë do dokumenti tjetër. Prandaj ne kërkojmë heqjen e këtij emri të imponuar me dhunë që nuk ka asnjë lidhje me qytetin tonë. Pra heqjen e emrit, heqjen nga përdorimi zyrtar i emrit Urosh Shevac. Pra mos ta kemi as në dokumente, as në harta, as në shenja, as kund fare. Po të mbetë vetëm Ferizaj në të gjitha gjuhët zyrtare. Ferizaj, sikur janë edhe qytetet tjera. Ta zubin po tok është, kërkush nuk të thonë, nuk kemi të ndru, edhe na i thëjmë zubin po tok, për shembull, të emrit Leposavić, ose tjerë, ose Graçanic, ose Shtërc, ose do thotë nuk emrat e njëjtë janë. Po emri Urosh Shevac nuk është serbisht. E përsëris e kam shpjeguar edhe me disa debate vitin e kaluar. Kushto që pretendon që emri Urosh Shevac është serbisht, e ka gabim. Nuk është emri, ky është emër komplet tjetër. Do thotë Ferizaj, Urosh Shevac, do thotë si me thonë një person tjetër, një individ, një emër tim komplet tjetër, një qytet krejt tjetër. Se këto kanë dashur me bon kur e kanë emërtuar me atë qëllim kolonial. Do thotë nuk ka të bëj asgjë me historinë tonë. Do thotë kjo është emër që nuk është serbisht, është emër komplet që s'ka lidhje me Ferizaj, është emër imponuar. Ndërsa edhe shqip, edhe serbisht, edhe anglisht të mbetet vetëm Ferizaj, konform edhe Kushtetutës së Republikës Kosovës. Kështu që të gjitha gjërat janë të sqaruara, të dokumentuara. E kam postuar të ditë edhe foton nga libri i profesorit tonë të nderuar, historianit tonë të nderuar Ferizaj, i cili ka ulëmtuar, që është libri Historia për Ferizaj, ku është pjesa e pushtimit të Ferizaj, ku e ka shënuar edhe nga burimet serbe, që vetë ata e pranojnë, se ky emërtim është bë dikon me 16 janar 1914 me një vendim të Këshillit Ministrave të Mbretërisë Serbe. Do thotë para kësaj nuk ka pas, thjesht e së mos para vitit 1912. Pra peticioni si përmbledhje nuk i drejtohet kundër askujt, është ekskluzivisht për një të drejtë me heq një emër që nuk ka asnjë relevancë me emrin Ferizaj, me emrin e qytetit tonë. Të mbetet Ferizaj dhe vetëm Ferizaj. Pra peticioni për një Ferizaj pa Urosh Shevac fillon me 18 korrekt 2026 nga ora 12. Peticioni, sa për informacion, do të bëhet vetëm në formë fizike, jo edhe formën elektronike, vetëm në formën fizike. Peticioni do t'i drejtohet dy nivele, do thotë është niveli i parë, është niveli komunal, ku kërkohet nga se niveli komunal nuk e ka kompetencën me marrë vendimin, po niveli komunal e ka kompetencën me aprovu këtë peticion tonin, me mbështet, me një rezolu këtë peticion tonin dhe kërkesën tonë, dhe ato peticionin, kërkesën tonë dhe një vendim i kuvendit
do t'i drejtohen bashkërisht të gjitha përmes rrugës zyrtare, përmes kuvendit të Ferizaj, përmes rrugës zyrtare do t'i drejtohen në institucionet qendrore për miratim final dhe zbatim, përheqje nga përdorimi të emrit Uroševac nga Ferizaj. Sigurisht pastaj pas aprovimi nga kuvendi i Ferizaj, pas miratimit një rezolutë në mbështetje të peticionit tonë, krahas rrugës zyrtare që do të ndjeket nga kuvendi i Ferizaj drejt institucioneve qendrore, ne pastaj do të vazhdojmë me lobimin të institucioneve qendrore, me të gjitha grupe parlamentare, me kryetarën e kuvendit, me qeverinë, me gjithë presidencët, çdo kënd që ka relevancë për realizimin e këtij peticioni, e kësaj kërkese të qytetarëve të Ferizajt, një kërkesë e realizueshme dhe e drejtë. Urime na qoftë, shihemi me teatmi korrekt, në ndërkohë do të vazhdojmë me takime, me organizime, pasi është një projekt i madh, kërkon angazhim edhe kohë edhe shumë gjëra. Ne që nga tash, kushdo që dëshiron të paraqitet vullnetar të na mbështes në këtë projekt, le të më kontaktoj direkt. Po ashtu do të koordinohemi edhe me subjekte politike që kanë aktivistë dhe shtrirje në teren që ky projekt të shkojë të realizohet sa më mirë që është e mundur. Peticioni për një Ferizaj pa Uroševac është niset si iniciator, po është me mbështetjen e të gjitha subjekteve politike në Ferizaj edhe nga komuniteti Pakic. Njëherët kushdo që përsëritet që kushdo që don me e mbështet këtë projekt, mund ta mbështes edhe me, pasi normalisht që ka nënkuptohet se do të jetë projekt ongoing, po ju ftoj ta mbështesni këtë projekt edhe me në çfarëdo mënyrë që mundeni, edhe me angazhim në teren, po edhe ata kushdo që mundin i ftoj donatorë të ndryshëm të na mbështesin edhe në këtë projekt të rëndësishëm të Ferizaj, sipas mundësive që kanë, donatorët më kontaktojnë direkt për mënyrën e mbështetjes. Pastaj së shpejti do ta qes tash edhe një link edhe për GoFundMe, edhe për ata që janë jashtë, që kushdo me e mbështet këtë projekt edhe me mënyrë monetare. Ftoj pra vullnetarët, kushdo që don të më kontaktojnë direkt, edhe të fillojmë sa më parë. Do të jetë edhe diaspora këtu gjatë kësaj periudhe, ku presim edhe mbështetje nga ta dhe në shkrimin masovik. Ju përshëndes, e urime.